Çfarë duhet të bëj unë ima? Fshije videon që kërcënon nënën time. Nuk mundem. Ja dhash fjalën Barbaros dhe Gylashës. Më ndihmon të shkatroj biznesin e vëllait tim, të lutem. U detyrohem atyre. Po borxhi yt ndaj meje. Çfarë borxhi të detyrohem ty? Mos u shqetëso, Zafer. Mos u shqetëso, nuk do të kesh frikë. Edhe nuk kam pse ta telefonoj. Së shpejti do të marrim lajmër prej saj. Çfarë lajmi? Është Gylasha në zyrën e saj. E dashura... Do të vras nëse e mbaron atë fjali. Don divorce? Apo shkatrimin e Nazmies? Unë mund të vi deri te ti, ose ti mund të vish tek unë. Do të flasim për të, por të lutem, mos e jep atë video policisë. Vëlla Sabit? Emine, Mirë se erdhe. ku është Gylasha? Ajo është lartë duke luajtur me fëmijën.